Në fakt, ne si Partia e Lirisë kemi tashmë depozituar një projekt ligj për uljen e çmimit të karburantëve. Duhet të kujtoj kryeministrin, i cili bën teori për borde të dështuara, që fakti që ne kemi një çmim nafte që po shkon rreth 200 lek të reja për litër, fakt është që 60% e këtij çmimi janë taksat. Pra janë taksat ato që rëndojnë dhe e bëjnë këtë çmim dy fish më të lartë se rajoni dhe nga çmimet më të larta në Bashkimin Evropian për sa i përket naftës dhe karburantëve. Nga ana tjetër do duhet t'ju kujtoj vetëm dy momente. Po marr vetëm taksën e qarkullimit. Pra ne për mirëmbajtjen e rrugëve, për gjithë qytetarët, duhet kuptojnë që ne paguajmë dy taksa, dy herë për mirëmbajtjen e rrugëve. Pra një herë për kolaudimin që i bëjmë makinës një herë në vit, dhe paguajmë 70.000 lekë në vit, dhe nga ana tjetër taksën e qarkullimit që ne paguajmë në çdo litër naftë. Dhe vetëm nga këto dy taksa, pra vetëm për mirëmbajtjen e rrugëve, ne diku shkojmë tek 300 milion euro në vit taksa dhe të ardhurat që i çojnë direkt buxhetit shtetit.